E drejt elementare është që të marrim informacionin për familjarët tanë, eshtrat e tyre të vendosen në vendlindje, por ne si familjar vazhdojmë të persekutohemi emocionalisht, psikologjikisht nga shteti i cili i ka kryer këto krime dhe adresa dihet është shteti serb. Dhimbja është shumë e madhe. Edhe çdo familjar, çdo nën, çdo grua, çdo fëmijë që i ka humbur prindin, vazhdon me këtë vujtje dhe me këtë ankth që të pret një lajm për me ditë ku janë njerëzit tanë. Kërkoj nga institucionet tona dhe nga faktori ndërkombëtar, i cili ka një rëndësi të veçantë për t'i bërë trysni shtetit serb, që të tregoj për njerëzit tanë ku janë dhe të dimë për fatin e tyre. Të gjithë së bashku duhet jemi të qëndrueshëm dhe të kemi vëmendjen e plot ndaj kësaj çështje kaq të dhimbshme që Serbisë t'i bëjmë trysni të vazhdueshme për të marrë informacionin. Nuk jemi të kënaqur përfundimisht me rezultatin sepse e bën 26 vite, por me që e dim kush është faktori që e mban peng këtë çështje, atëherë ne vetëm na mbetet mos dorëzohemi. Ne po vazhdojmë me këtë dhimbje, shpresa nuk vdes kurrë, shpresojmë që një ditë do të marrim informacionin dhe të dimë spaku varret e tyre ku janë. Janë dikur më shumë se 30 lokacione të adresuara në kuptim të kërmimit vlerësues në territorin e Kosovës, po them për rast gjithmonë, pra në 31 lokacione. Sigurisht jo të gjitha kanë vlerësuar me gjethet dhe çfarrosin mbetë mortore, për shkak se kemi thënë gjithmonë se sfidë në këtë proces vazhdon mbetet mungesa e informacioneve të besueshme, më saktësisht mungesa e informacioneve që do duhet vinin nga arkivat e institucioneve të Serbisë. Pra ardhja dhe mirë sfidë vazhdon mbetet çështja politizuese e Serbisë kundrejt kësaj problematike. Po ashtu ka një dinamikë kuptim edhe të identifikimeve të reja ose raportet adinës që kemi pranuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Personazh Dukun. Janë më shumë se 50 raporte që kryetari i Komisionit zoti Oti ka pranuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të zhdukur. Jo të gjitha raportet që flasin për identifikime të reja. Identifikimet të reja pra po flasin për viktimat që kanë qenë në listën e personazheve të zhdukur apo dhe rastet që i trajtojmë bashkë me rrjedhimin ligjor si rastet e viktimave të cilat adresohen kuadrit të procesit të konfirmimit të identitetit. Flasim diku për 26 identifikime të tilla, pra identifikime të reja, edhe diku më shumë se 20 apo 21 bashkime, pra pjesë shtrore këta që janë informuar me ADN, po që është konfirmuar pas asaj për klasën viktimat që janë identifikuar gjatë viteve para prag. Nuk ka pas ndonjë zhvillim pozitiv gjatë vitit 2025, edhe pse autoritetet kanë bërë maksimumin duke përfshirë edhe Komisionin Qeveritar për Persona të zhdukun edhe institucione tjera, mirë po fakti është që nuk ka pas gjetje në mas, pra numrat mëdhej të mbetjeve martore apo lokalizim të varrezave qoshin masive apo individuale. Dhe kjo është si pasojë e mungesës së informacionit dhe si pasojë e mos zbatimit të marrëveshjes, respektivisht të deklaratës së përbashkët të kryeministit Kurti dhe presidentit Serbisë Vučić për çështjen e personave të zhdukur. Problem tjetër është mosmbajtja e takimeve dhe këtu mendoj që Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialog kish mujt më bë më shumë. Tek e fundit edhe marrëveshja ka para pa që ndërmjetësuesi pra Bashkimi Evropian në rast se e përren që njëna palë ose dyja palët nuk zbatojnë marrëveshjen, atëherë munden më ndërmarrë edhe veprime ndëshkuese, pra sanksionet ndryshme, mirë po ne nuk kemi pa diçka të tillë nga Bashkimi Evropian. Edhe ky vit nuk dallon prej viteve tjera do të thotë para prove, sepse në këtë vit ka pas pak më shumë hulumtime, do të thotë 28 venda janë hulumtuar në brendësitë e Kosovës, ndërsa një në Kozhel të Serbisë është hulumtuar në 7 orë, do të thotë cilojnat serbe që din t'i bën aja e ka ndërprer do të thotë në 9 orë dhe kështu politikisht shtyhet të procese jashtë Kosovës, do të thotë sa i përket brenda Kosovës janë hulumtuar, ka do të thotë gjetje mortore, por presim analizën e ADN-s se kush do del. Familjarët asnjëherë nuk mund të jenë të kënaqur derisa nuk e gjejnë familjarin e vet, do të thotë është bë pak punë, po jo sa duhet.